si i bie, gjermanofolës apo jo? Gjermanofolës, po. Me siguri atje, kot po themun tani, nga mënyra se si ma shpjegove ti, voton për këta, për jeshilet apo jo, për këta ekologjistët. Ekologjist patjetër. Edhe ti vetë. Ti vetë i ke marrë letrat? Jo, akoma. Tani du të aplikoj pasaport. Pra ti nuk voton të akoma? Akoma, jo, nuk votoj. Por, unë jam e lidhë me Shqipërinë, pavarësisht në të ardhme, do të vinë në Shqipëri të toj. Do me të nuk kam ndërmend të... Do ta lësh Flavion? Jo, do vim bashkë. Ai ka ndërmend të ardhme, të vim në Shqipëri, pse jo ti tojmë në Shqipëri. Do ikë dhe ai? Po patjetër, Shqipëria është... Ai me se merret, ç'a do bëj këtu? Me hotelin, do të thonë kemi, le të themi, biznesi jonë është hoteli. A, të punoni online nga Shqipëria? Online të gjejmë një mënyrë të menaxhimit sepse është, le të themi, si hotel modern. Është i Flavios hoteli? Është familjar, është gjithëve, sepse kemi gjithë aksionet, le të themi, në hotel. Po pra, familjar është do me thënë që ka... Familjar kemi përqindje se cili, kemi përqindje në vetë. Po ku se cili? Ti dhe Flavio apo ka dhe tjerë? Flavio, kemi dhe gjitha familjes tjetër. Është gjithë familja e përfshirë. Edhe familja, do më thënë, prindri dhe... Më thënë është një, le themi, rreth më i gjerë që jemi ortak të gjithë. E kuptova, pra ju thua që kemi edhe pronë atje? Po, patjetër. Do vini të jetoni këtu, po ndërkohë do ta lini atë dhe menaxhoj dikush tjetër. Po, se na pëlqen Shqipëria, kjo është arsyeja shumë e thjeshtë. Po pse, dëgjoj, pse ju pëlqen? Ju pëlqen kështu, është klima këtu që ju pëlqen më shumë, është ftohtë në Zvicër. Është klima, është atmosfera, sepse le të themi që në Zvicër ka shumë limitime për pjesën e jetës, është shumë e limituar. Nuk ke më shumë se 80 km/h në autostradë. Çdo gjë, autostrada, pastaj aty në Bernë që jemi ne nuk lejohet fare as muzika, sepse është zonë e mbrojtur nga UNESCO dhe qendra, dhe nuk lejohet në shumë vende ti s'mund dëgjosh as muzikë, do të deri ka limitime shumë oraresh. Po pse ti, po më fal një sekond. Pse ti për shkakun do doje që të jetoje në një vend ku mos kishe limitim orari muzika, fare? Do preferoja të isha më e lirë në zgjedhjet e mia. Si për restorante doja të haja për një orar çik më të vonë, ndoshta çik më të hershëm, se Zvicra ka shumë limitime në jetë. Pavarësisht pjesa e punës që ke shumë parësi se ke të ardhurat le të themi deri kur të sigurta. Po do thoshte Sebi, ne po tentojmë të bëhemi si Zvicra, pra. Ti në do të vish shtu, që të kesh një Zvicër tjetër. Një gjë e ndërmjetme do të ishte ideale, mendoj. Sepse dhe ai shumë rregulla, domethënë në natyrën shqiptare na pëlqejnë rregullat, jo shumë, por rregullat duhen gjithmonë, po jo aq Zvicra shumë strikte, është shumë strikte. Ti thua ka kaluar në ekstrem Zvicra. Kaluar në ekstrem. Le të themi për ndoshta e shoh dhe ndryshe kur ke fëmijë, ndoshta e shef dhe më ndryshe, ndoshta dhe mund të ndrosh dhe mendje, po për moment, jo nuk kam, prandaj tash, për momentin ndoshta kështu e shoh unë. Dakor. Do doja më shumë liri në zgjedhje, se s'ka jeta strikte, le të themi e Zvicrës, ka shumë strikte. Por Shqipëria unë kam dhe nga që jam rritur dhe lindur, ka dhe shumë arsye tjera, nuk është thjesht ajo. Qartë. Do vi prapë të ty e vi një moment dhe do të kërkoj mendim nëse ke një ide për gjërat që ne do flasim. Ora në këtë moment është 22:26 minuta. Dhe në orën 23 jemi bashkë, se po e fillojnë nga ty shkurtimisht. Parlamenti Evropian vjen në Tiranë, në fakt ishte një titull tjetër, me se duket e ka ndryshuar Ledio, po ka ndryshuar Ledio, në fakt, sepse nuk ishte të Vučić, kjo i fola me Evin. Ata vinë në 29, duket vinë të hënën, se vjen një grup. Delegacion i gjerë, i europarlamentarëve, vinë takojnë kryeministrin, do të shkojnë edhe në Nartë, dhe për ta parë nga afër se çfarë është duke ndodhur, fokus kryesor është ligji për zonat e mbrojtura, ky është fokusi kryesor. Me anë të ndryshimeve ligjore që ka bërë ish-ministra Mirela Kumbaro dhe kryeministri Edi Rama, aktualisht ne po flasim për atë pikën që e tha Jon Hart. E shef të pikën, tha Jon Hart, edhe atje... Pikën e Voçkën. Ashtu e tha. Edhe një nga ministrat më jetëgjata të kryeministrit Edi Rama, po flasim që Edi Rama tashmë me anë të ligjeve që ka bërë sa i përket territorit është krye bashkiak, është krye inspektor, është krye ministër, është krye piktor, krye bojaxhi, ka të gjitha pozicionet e mundshme. Bravo i qoftë. Arkitektët. Po njeriu për çaj ato nuk. Sublimimi për mirë. Europarlamentarë do vinë të takojnë vetë, domethënë do vinë që kryeministrin. Do i presi ai? Po. Se nuk mos i presin, kush do detyruar t'i presin? Çfarë janë ata? Europarlamentarë, njerëz që ç'lidhje ka ai me ata, s'ka detyrim t'i presin. Do takoj të parët. I pari takon. Ai mund takoj njerëzit e komisionit në Bruksel. Ky takon vetëm me ata ka të bëjë me Parlamentin Evropian, ai s'ka fare lidhje valla. Ky as komisioni nuk e takon. Jo, komisioni po i vije, është detyruar të takojë sepse ka hyrë në një tratativ, ka hyrë në negociata pra. Ky takon vetëm këshillit, antarët e këshillit, kryeministra dhe presidenti. Pse ka takuar Marta Kosin në tani vjen keq. Ajo i është lutur. Dhe ky e ka takuar. Tani ky merret vetëm me anta, domethënë institucioni më i rëndësishëm në Evropë është Këshilli. Nëse unë them do i takoj. Atje merren vendime. Se shkojnë para ndjenjë që do mbaj një fjalim para atyre dhe do shohësh që ata si pula në fund fare do të trokasin dhe do ta pëlqejnë.
Se ky do Do japi dhe librin. përgatit. Do japi dhe librin. Përveç librit. Po, edhe librin. Ka aftësinë për njerëzit që e njohin nga afër, Ti bëj hipnozën. Se hipnoze pa parë, po, pra, edhe se- jesire e niveleve të larta. Edhe Papagji, Enveri shkruan të libra i çonte në përbot, edhe bindej bota se si revolucioni në Shqipëri ishte duke mbizotuar, se si ne po ndërtonin E komunizmin. shtiu 40 vjetë në veri, vla. 40 vjet. Edhe Ky dhe tani 13, përveç bashkisë, ka bërë një libër tani, Po. dhe aty tregon projekte, tregon se si Shqipëria e re do të ndërtohet. këta më thuaj, para se nga kjo, këta qa ka në dorë ka? Qa ka në dorë ka? Qa janë? Qa fuqie kanë ka se? Mund më thuash? Thjesht rezoluta, asgjë më tepër. E bën rezolutën. Tani për çfarë ne takojmë? Në rezolutë thuaj qartë, të ndryshoj ligji. Po, në qoftë se PD-ja, opozita, do të kishte më shumë fuqi, dhe do të ishte brenda EPP-ve, që është brenda EPP-ve, do të jepte më shumë zë, do ta kanalizonte më shumë tek institucionet evropiane, protesta do të kishte shumë më shumë fuqi. Këto erdhën vetë sepse gjysma, ne kishim Semanen para ca ditësh. Kanë qenë dhe shumë e shumë djemë dhe vajza tjerë, kemi dhe Evin këtu. Evi ka ardhë, që ka kanë fare qenë- lidhje, po pra, Evi po vjen pra, po sepse është, si e do Shqipërinë, e do këtën e vetë. Shumë idealizëm. Si shtetas të vendeve respektive kanë quar qindra dhe mira e-maile pranë europarlamentarëve të vetë, pranë deputetëve të Duke se Zvicra nuk kam. pranë zyrave të veta. Atë më? Më duke se Zvicra nuk ka europarlamentar. Nuk e di. Nuk e di. Është Zvicra së të dimi tani, është bëhe Zvicra? Duhet parë. Por në këtë mes, po është kontributi jashtëzakonshëm pikërisht edhe i këtyre që sot ato europarlamentarë. Influencerat kanë luajtur një... Ky është algoritmi. Këto ja Po Evi nuk është influencer. Po, është do të vazhdojmë të Këto ja thyen algoritmin Ramës. Këto ja thyen algoritmin Ramës. Ha pra, sepse ti e njeh Evi. Po pra, Evi dhe Evi dhe bashkëpunëtorët e Evit I thyen algoritmin. Thyen narrativën e kryeministrit. Deri dje, kryeministri me influencerat e vet, me propagandën e vet, e mbulon të diellin me shosh. Në Shqipëri është gjëja më e mirë, është gjëja më e bukur. Po më dakord, e pranoj dhe ai, e pranoj që e pranoj dhe ai. Pse I sulmoi të gjithë influencerat? Po sepse e kuptoj pra që I Po pra sulmoj. sepse influencerat si Evi dhe shumë goca dhe djemë të tjerë, këto I thyen algoritmin. Dhe thyerja e algoritmit është gjëja më e tmerrshme që e ka parë, se kujtonte, po që se del në media, e beson e gjithë bota që është kështu. Po se në fakt, po je në media ekziston, po nuk ekziston, ajo di. E vizibilitet, po. Patjetër. O Sebi, pra, përveç takimit me Ramsin e 4, këtë takoj tjetër, dim gjë nga agenda e tyre, apo s'ka dal agenda? Jo, nuk e kam lexuar agjendën, di që disa prej atyre do të shkojnë aty tek vendi, disa shumë do të mbajnë dhe deklaratat e veta, pra duhet parë. Besoj se do të ketë një dinamikë sa I përket mbritjes. Sa veta do jenë, o Sebi, dim gjë? Dalin këta? Ja, pikërisht. Delegacioni është I madh. Nuk është I madh. Është I madh. Është I madh delegacioni. Po kush e drejton? Është një italiane, është një greke, janë këto që janë fqinjë, që kanë interesin kryesor. O, Po, këto kanë interesin kryesor. po se më nuk do vinë kështu eurodeputet Gjerman, ku di unë, holandeze kështu. Gjermanët kanë peshën më të rëndësishme. Prandaj po them pra. Është një Sebastian, ai që foli që tha Shqipëria nuk është në shitje, dhe do të jetë dhe ai, do të jenë dhe shumë tjerë. Gjermanët në fund fare janë ato që I vënë vulën. Pra, kur themi Gjermani, I kemi vënë vulën. Pastaj flet Greqia, flet Italia, etj, miq që kemi këtej, që interesohen, që kanë interesat e veta. Gjermanët në fund fare, pastaj, ato do t'ja vënë vulën. Diskutueshme, është kjo, po nejse, mirë, hajde. O Marsit, dëgjoj Ariani, ti ç'a mendon për këtë mulla? Unë kam në shkurt Parlamenti Evropian për arsye vendi se duhet thoshe në fakt një grup europarlamentarësh ose eurodeputetësh vinë në Shqipëri, me kam rënë thjesht njerëz të kuptojnë. Po, shumë e mirë. Për shembull, këto gjëra thuat ata I bëjnë sepse duhet I bëjnë, I kanë për detyrë, pra se thuash janë atë job, janë punë në tyre të përditshme, apo ndjejnë vërtet që në Shqipëri ka diçka që duhet ndryshojë, dhe që ta do japë një dorë. Unë kam kështu kriterit matës, Çano. Nëse do shkojnë në protestë, mendoj që kanë raport me kontekstin. Pra kjo vizit përfshihen brenda protestës. Nëse përfshihen, takojnë protestues, shkojnë aty të shikojnë ç'a ndodh ose I pyesin për kauzën. Nëse vinë dhe thjesht takojnë kryeministin, shkojnë te vendi, shikojnë si një lloj formaliteti, pra shikojnë ndërtimin, shikojnë ligjin, shikojnë kriteret. Dhe zakonisht precedentët administrativ, precedentet historik kanë treguar që kur gjë bëhet për formalitet, nuk ka sens, nuk ka përmbajtje, është diçka që thjesht duhet kalojë. Në momentin që lidhet me kontekstin, pra dakord, po kalon një ligj, do bëhet ndërtim. Po ka ca njerëz këtu që protestojnë. Çfarë kërkesash kanë këta? Pse janë kundër ndërtimit?
Kështu krijohet tabloa Si me është Martoka? Si është Martoka? Stot Spaku? Stot Spaku. Takojnë ata që u troqën zvarr, ata qytetarë ndeshëm. Si ishte situata? Me interesojnë për procesin, për personat që du shtruan dhunë etj. Këtu po, kemi një tablo të madhe, nuk është thjesht formalitet. Sepse kur ti merresh me të gjitha pjesët, tregon që e ke seriozisht. Kur merresh vetëm me një kursi, kuptimin që po shkoj po pyes parën e vendit, ai normalisht interesi i tij është që ndërtohet. Po sigurisht. Argumentat që do thotë janë argumentat që janë pro ndërtimit. Po, bile do t'i mbushi mendjen. Do bëj hipnozën e vet. Patjetër. Ajo është fuqia më e madhe kur i ka bërë hipnozë. Por kam një pyetje 2 milionë për ty. shqiptarëve. Kam një pyetje për ty sepse sigurisht ti i referohesh shpesh dhe shumë mirë bën sepse na bën të ndërojmë dhe se thua të kthehemi mbrapa në kohë, që është gjë shumë e bukur, edhe pse duhet projektohemi gjithmonë në të ardhmen. Po s'ka asgjë të re ndjell çan. Po, prandaj po them, të lutem më thuaj. Se pastaj do të diskutojmë dhe me Sebin, edhe me Evin dhe me ty, me njëherë pas kësaj. Ore, le të relaksojmë pak bisedën. A është ky momenti që se ky është momenti vështirë për Edi Ramën, paktën në si legjitimitet po flas. Ja ka dhënë në dyshim, në pikë pyetje. Ai do bëj gjithçka, unë po të isha në vendet aty, do bëja gjithçka, po gjithçka valla. Që të mos ikja nga pushteti. Bile jo të mos ikja tani nuk e flasonon njëri fare atë. Po edhe për pas Po do mirë masat, do filloja të punoja, se një kryeminist ka gjëra në dorë, cilat do jenë goditjet e radhës. Po. Duhet llogaritur Spakun, Gringot, atë që shohin qendrim apo jo, Gringot e tjerë që nuk e duan se ky shkoi me Trumpin, Sorosi e kompani, gjermanët nga ana tjetër. Pra, sa thuash, ky e di që është bërë i kushtueshëm për shumë faktor. Është bërë më i kushtueshëm se duhet, pra kushton shumë. Dhe kur kushton shumë një njeri, zakonisht palët mundohen ta heqin. Se thonë na kushton shumë vëlla. Mjaft. Sepse do na vinë ciklat dhe ne. Normal. Ke parasysh, kjo është pak a shumë, po unë dinamika e ngjarjeve, sakt. Mos është momenti tani dhe me njëherë do futemi te fabula tjetër që ky vëlla të radikalizohet, pra të thotë jo, nuk i pranoj eurodeputetët të vinë fare të merren me këtë punë. Shqipëria është vend sovran, ne duhet zgjidhim vetë çështje. Tani unë dua të më shoj kësaj teze vëlla. Jam dakord, të mund ta. Një njeri politik, i mirë apo i keq, i drejt apo i pa drejt, se i mirë i keq nuk ekzistojnë, këto janë nocione që i përdorim ne sa për marrëveshje fjale. I fort apo i dobët, në momentin që është keq, është një pozicion të keq, në moment të caktuar, është njësoj si mbyturi që duhet kapet pas diçkaje apo jo. Që të shpëtoj. Ose duhet bëj këtë llogari. Thotë do mbytem që do mbytem, do rrezikoj më mirë mbytem në oqean sa të mbytem në një prua ose në një lum ose në një liçen vogël. Pra ose po i luaj të gjitha, dhe ke drejtë, e kuptoj pyetjen tënde. E kupton çfarë do të them? Ose war against all, pra luftë me të gjithë, ose le ta lej. Ndërmend nuk ka që ta lej. Atëherë do i lëvizit të gjitha kartat, të gjitha fuqitë e tij, të gjitha lidhjet, të gjitha parat, gjithë mekanizmi me idenë që o dal fitimtar, ose po mbytem në oqean. Ore, pyetja ime është kjo, dhe do vazhdoj prapë me ty disa sekonda. Sa do vend i vogël të jetë Shqipëria, mo? Sa do angazhimet këtë marrë me Brukselin? Është një shtet, në fundit. Është një shtet sovran, vëlla. Po. Dakor? Sovran për aq sa mund të quhet sovran, ë? Po. Me një lloj autonomie, nuk ka rëndësi. Po që duhet luajnë ekuilibra. Unë e kuptoj po t'i vi një president i një vendi, për shembull. Detyrimisht do ta takoj. Europarlamentarët që bëjnë rezoluta, që kanë pothuajse asgjë në dorë në fatet e vendeve jashtë BE-s, më kupton, vendeve brenda BE-s. Po. Më kupton? Që thjesht flasin, bëjnë rezoluta. Pse duhet i presi ky njeri më? Ky mund t'rregojë, mund të bëjë një akt të hënën më. Del ban qendrim publik. Unë nuk jam mbyll dot derën zotrinj, se Shqipëria është vend i hapur. Hajdeni. Po. Ne bile do e vëmë dhe njerëz ju shoqëroj për sigurinë. Të guidojnë, t'ju shpjegojnë. Po. Me mua s'keni punë. Po. Unë hap derën e Shqipërisë, po nuk hap derën e kryeministrit. Dhe do bënte akt politik. Po. Pse se bën mor Burmarsit? Si mendon ti? Ç'na mëson antikiteti mor Marsit? Ja bukur si pyetje. Çan, shikon në antikitet ka një sër modele. Dhe atëre kishte vajti ardhje. Që atëre apo jo? Diskutohet, kishte vajti ardhjet, që në atë kohë dhe që shkonin delegacione, dhe kishte modele të ndryshme. Në disa modele, për shembull kryesisht Athina, pranonte që të ishte ekuivalent takimi. Pra ai që vjen do të jetë njëjti stat me atë që takon. Sparta për shembull e ka pasur ndryshe, sepse ka pasur më shumë atë formacionin e idenë e politikës ushtarake, pra që gjithë janë barabartë, secili është një zë, është një rresht, dhe secili duhet takohet, madje Sparta është vendi i parë që edhe gratë kishin drejt flisnin njësoj si burrat.
Dhe Edi Rama me sa kam para unë dikë më shumë modelin Spartan për të lënë idenë të ngjashmit, ose le të themi kështu të zërit shumator të gjithë. Mirë, po problemi është nuk e ka me përmbajtje, e ka thjesht estetike. Pra në kuptimin e ka si puna sërës, se të ullësirën, bën magjinë, me idenë që këtu shikoj erdhe të... Po më thonë tani për më kujtojnë dhe me të drejtë, edhe ku kanë ardhë herën e fundit ata, herën e kaluar kur edhe me mbamën se para sa kohësh, erdhi një grup eurodeputetësh. Si ka takuar Ramsi 4 vlla, i ka çuar Niko Peleshin. Vetë nuk i takoi fare. Ta ka dëgjuar atëherë këshillën. Jo, unë nga kjo unë nisën ndoshta në subkonsh, po s'po e mbaj mend tani më kujtojnë. Që nuk i takoi atëherë, pse i takon tani më? Apo ti thua edhe mund mos takoj. Mund edhe mund mos e takoj. Është shumë e Se thjeshtë. s'kemi agjendën sot pra një herë ose bi. Futu një mbas e jep agjendën më burr. Me buka drejt sikur të thotë që për shembull duhet të jem kryeministri sepse duhet dëgjoj kërkesat e protestuesve. Kjo do ishte perë. Si ti thot? I thot nuk mund vitu takoj sepse duhet të ri brenda kryeministrisë dëgjoj kërkesat e protestuesve. Të ta i luanoj. Edhe të tallë. Po. Ja ta pyes mirë ChatGPT-n e vi mos u mërzit. Le të pyes mirë Chat. Flamengon e ka dhënë? Dgjoj, të thuaj më jep ndonjë informacion, kemi ndonjë agjend të këtyre, është një grup europarlamentarësh europian, eurodeputetësh që pritet të vinë në Shqipëri të hënën datë 29 qershor. Të lutem, gjej informacione, kemi një agjend, ka një agjend se çfarë takime do bëjnë në Shqipëri dhe për çfarë do vinë? Nuk arrita të gjej informacione të sakta për një agjendë specifike të eurodeputetëve që do të vizitojnë Shqipërinë me 29 qershor. Megjithatë, vizitat e tilla zakonisht kanë si qëllim monitorimin e progresit të Shqipërisë në procesin e anëtarësimit në BE dhe zhvillimin e marrëdhënieve bilaterale me autoritetet shqiptare. Nëse dëshiron, mund të kontrollojmë lajmet e fundit nëse është publikuar ndonjë agjendë specifike. Me ujë selita. Se harrova të jepja ujë selita. Ore dëgjoj, si ka mundësi që IA-ja nuk digjet fare për takim, se mos nuk vinë ata më burr. Sepse ajo që unë kuptoj është që... Ja erdhëm le dio. Ja një sekund. Më thuaj, a do vinë apo jo njerë? Mirë s'ke informacion, pa a do vinë të hënën apo jo? Europarlamentarët në Tiranë. Nuk ka një konfirmim zyrtar për një vizitë të eurodeputetëve më 29 qershor në Shqipëri. Megjithatë, burimet e fundit tregojnë se një grup eurodeputetësh nga grupi i gjelbër EFA planifikon një vizitë në Shqipëri midis 29 qershorit dhe 1 korrikut, me fokus tek çështjet mjedisore, por nuk është publikuar ende një agjende detajuar për datën e saktë. Pra, do thënë, ka një kështu që do vinë, ta të gjelbëri do vinë. Kjo do thot mos i besoni shumë ChatGPT-s. Po jo, nuk na gënjeu është edhe, Jo, nuk ka gjë zyrtare. unë s'po them që gënjen, po në qoftë se do të hysh dhe do të kontrollosh, po ti bësh promptet e duhura etj, edhe mund të gjej. Prandaj, domethënë, është ende koha për të mos i besuar shumë. Jo, mua më duket saktë kjo. Bile shumë e saktë se thotë nuk ka agjend, ka një konfirmim që do vinë midis kësaj date dhe kësaj date. Pra mund mos jetë e hëna, mund jetë e marta, po themi. Shën si ka. Po nga java tjetër. Javën tjetër do të kemi këtu. Pra marrësit thua ti, edhe antikitetin e mëson që të paktën duhet të kesh homolog që ta presësh. Po. Antikiteti shuka një, madje ka qenë ofendim qofse ai që takonte ose ai që priste njëri që pra Ramsi, nëse i takon ata vlla, tregon që është i dobët apo jo. Le ta themi. Po. Ramsi ka kohë realisht që po tregon dobësinë, por po mundohet që ta kthejë në forcë. Pra ajo që nuk vret bën më të fortë. Ai bind veten që sa më shumë ti mbjetoj tërmeteve të ndryshme që i ka ndodhur në këto vite që ai ka qenë në krye të ekzekutivit, ka dalë gjithmonë më i fortë. Dhe po të kujtojmë këtu, ka pasur një sër krizash, ka qenë rasti Covidit, ka qenë rasti tërmetit që ndodhi në Thuman, që gjithë që mendonin që do ishin probleme për të, dhe ndërkohë që u kthyen realisht në forcë të tij sepse ditin e menaxhoi. Mendoj që rasti me protestet është ndryshe. Është ndryshe sepse kërkesat janë gjenuine çani. Pavarësisht se mund të jenë të shpërndara, mund të jetë që vi nga shumë zëra, nga shumë grupe ndryshme, mund të ketë dhe personazhe që mundojnë ke legjitimitet ndërkohë që s'kan, ama janë gjëra që qëndrojnë dhe ajo që në fund të ditës bën përshtypje është që shteti i ndërtuar nga Edi Rama nuk është shteti që i përket qytetarit. Po të vesh re, shkoj një qytetar i thjesht, për një procedurë thjesht formale, ku dëgjon, në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, në Qendrën Kombëtare të Lehtësimit, për një patent, për një job etj, nuk mbaron punë. Ndërkohë që mund shkoj dikush e ka dosjen sa i madh, për një tender, për të marrë një lendër tjetër, mbaron punë. Si ka mundësi që ky shtet i mbaron punë të fuqishmit, atij që ka para? Është shtet kartoni, unë ta kam thënë. Ky shtet kartoni që funksionon vetëm për një grup të vogël njerëzish, kaq e thjeshtë. Pjesa tjetër dhe Ramsi e di shumë mirë dëgjoj. Po. Dobësia e Ramsit, di kush është më? Që nuk arriti
me sa duket këtu realisht, me sa duket do t'jetë peng diku. Nuk arriti që të përmbysë ekuacionin. Që për këta, që të bëjë shteti funksional dhe për të fuqishmit, po të bëjë dhe për jo të fuqishmit. Po. Kur them shteti, Kishte imbalancim. shërbimet, për shembull, hipotekat që njerëzit nuk i marrin dot, kanë 10 vite, 20 vite që jetojnë për apartamente, nuk marrin dot hipoteka vëllai. Nuk i marrin sepse ata kërkojnë Lehta. duan lek, mor burr, më jepni lek, po përse mos kanë bërë shkele unë? Jo, duhet lek, ik, nuk ta bëj. Po. Nxjerrin kështu, nxjerrin gjëra, kupton? Po. Dhe gjithandaj në çdo sektor. Dhe Ramsi nuk e bëri këtë gjë, pra u zotua shumë, çka nuk tha. Mbam çka thënë fushat. Pa u futu te këto pastaj kam shefun, ujin dhe dritat e Shpërndante edhe vetë nëse të kujtohet një farë kohe certifikatat e Po legalizimit. problemi është që ai tani ka kaluar për tek sa ai nuk e mohon këtë gjë dhe thot, me që ju ma bëni kështu dhe më thoni TQR, unë do ju TQR, do ju them fuck you, sepse ashtu ju tha. Hajde më ishni po të keni byth. Tani jemi pro force valla. Tani nuk e fshemëlojnë, fare. Vërtetër. Fare. Ran maskat, po. E ka parë. Pyetje për ty, Evi. Po. Të lutem kur pe zotin Ramsi 4, Po. që imitonte blogeret dhe këto influencerat goca sidomos, Po, kështë në sarë. si u ndjeve? Për mua ishte qesharake, le themi. Nuk është se kisha ndonjë ndjesi negative. Fillimisht ishte gjë qesharake dhe më duk njëri si në panik. Ose njeriu që donte të, le themi, të bënte një lloj humori për t'i afruar një farë pike njerëzit që ishin kundra këtyre personave që merren me influencë. Mendoj që jo, sepse ai ka qenë personi i parë, le themi, ne kemi si hidhur për blogering qeverin, sepse ka për videot që ka bërë dhe për çdo gjë, le themi që janë të parë. Pra se thuash ju e keni pasur, ju keni mësuar nga ai. Influencerat, po, ato kanë qenë dihet që do me thënë për video, për foto, perfekte në çdo vend. Dhe pa pritur? Doli kundra kësaj. Jo, po sepse ai doli kundra sepse e pa që ju dolit E kundra. sulmuan, po. Unë kam parë shumë veta që janë protest dhe që mundohen të shpërndajnë në rrjetet sociale, që ja mund, do me thënë. Shumë pamje live, shumë kërkesa, ose shumë gjëra që janë, le themi, pavarësisht se kryeministi ka thënë vetë janë me AI, po të duken qarta si që janë live dhe shumë media ndërkombëtare i kanë dhënë shumë jehon protestë në Shqipëri, këtë duhet theksuar që nga CNN-i, New York Times. Ma nxirrte një atë postën që kemi Kjo bërë. është një pankarta që u nxora në protestë. Ka qenë një nga ato pankarta. Kjo ka qenë i kanë bërë për të qeshur shumicën e pankartave. Për të qeshur dakord, po prap një pyetje. Me humor. E di, jo, teksti po. Foto jote, duhet thënë, është foto e zgjedhur, pra, foto. Punimi që ke bërë ti në kompjuter. Po, ja munduar ta bëj diçka kështu, le themi si karton. Po, edhe pak seksi apo jo duhet thënë, se shoh. Jo, ka qenë më shumë jo të seksi, ka qenë më shumë për ta bërë si magjistrice. Ka qenë veshja ime atë një ditë që dola dhe A ke qenë kështu? Ka qenë një veshje që është kthyer një tip kartoni, le themi, është bërë pak shumë në nivel kartoni. Por ka qenë më shumë për të mesazhin që me anë të humorit dhe me anë të viralitetit. Ja, po e shohim. Ale dio, Kjo është e Evit, më duket. Po, e para ishte, sepse unë kam bërë videot e mia, kjo është një video tjetër virale që si takoj njerëz. Jo, shife këtu Evi, shife këtu përballë. Po, përballë. Këto janë disa videot mia që kam bërë së fundi. Kjo është si takoj njerëzit gjatë protestave dhe audio është shumë fani, prandaj është më shumë që është bërë shumë virale kjo video. Se kemi audio në drejtin. Si ishte takojnë, thonë Rama ik, Berisha ik, thonë takojnë, pyetja e parë. Ja. Punojmë që. Ha, se flas, Rama mbul, Berisha mbul. Ha, ça njësi. Bërë nga këto kështu për janë lezeshme këto, po. Po kjo goca kush është kjo tjetër i takon? Është një gocë tjetër që merret me është influencer dhe ajo, merret me lifestyle, me le themi pjesën e blogeringut, rrjetet sociale. Qëllimi jon ka qenë ta bëjmë për të qeshur, për të rrequr më shumë njerëzit, për të dhënë më shumë informacion, sepse kjo ka qenë të japim vëmendje kësaj proteste dhe ka qenë të rreqja e parë, mendoj se ta bënë dhe fani, për të qeshur që njerëzit ishin le themi të rrequr vëmendje. Po kjo? Evi shtu? Ti e këtu Evi? Është i pankart, kjo është s'ka lidhje me atë, besoj, po. A jeti këtu? Po unë jam, po nuk e di ku ka. E lezeshme. Ka qenë në një video, nuk e di ku ka qenë e përfshirë ajo si gjë, se më ka qenë. Por një pankart tjetër që kam pasur unë, kjo ka qenë e fundit, një pankart tjetër që kam pasur, ka qenë në linjë pemë për selfie. Dhe kam pas një breshk.
Me që do të bërë foto dhe na lini një pemë për selfie, do më thënë, ka që një tjetër... Po mirë, Evi, digjo, ke shumë like nga këto që hedh? Këto të protestet ka pas shumë viralitet. Sa për shumë ka rritur ajo me madhe? Për shumë kjo e fundit fare e gocës që kam hedhur dje në darë, ka mbush 24 orë dhe do më thëmë stadium du të ke pas, mos gaboj 250.000 views, ka pas dhe 5.000 vete kanë bërë forward dhe kanë hedhur, kanë dërguar njerëzve. A imagjinon tani algoritmi se ç'bën? Po prandaj po them që le të themi kam pasur goxha viralitet gjitha videot që kanë bërë nga protesta, se njerëzit ndoshta me anë të pjesës së humorit ose kanë dashur pas të interes të tërheqë vëmendjen, janë gjithsesi unë shoh shumë njerëz që janë pozitiv në lidhje me protestën. Edhe Ramsi shkret, prandaj nuk duron dot të mos, sepse kur dikur i bënte ai këtë gjëra, i thotë si mund dalit tani dikush që i bën mirë se unë. Ky është problemi vëlla. Që po i bëjë Ramsi, tha, a i dhe hakmarja ati dhe jetë të mërshme, më besoni mua, ba. Përse i ka një gjithë nuk duron dot, është kur shef që dikush mund të mundi në fushën e ti, ati e të pjesa e ti që e ka pas më të fort. Po. Ati e të shmëndet a i, ba. se do ketë hakmarrje të frikshme. Kujdes, nuk është kështu hakmarje që dali a i, se është furbo, nuk del a i vetë. Po kur digjosh në një gjëti për shumë, nga me erdi. Kemë pas dhe shumë kërcënime në rrjetet sociale, duhet të tekstuar dhe kjo pjesë, shumë njerëz... Nese, ato janë bullshit të kërcënime. Ato janë gjithmonë, ekzistojnë. Ato ekzistojnë gjithmonë, nuk ka lidhje. Ka gjithmonë të tilla. Plase fabul, ku do ikim letjo? A e të mbushim me karburant tjerë. Doli çek motori. S'kem mbushë akoma në sot? Jo, kam bajt mirë serbatorit. Ikim urgjent dhe STS-po iri, plak, ikim. Shenë më të gufisht i matë shumë. Ikim dhe STS-po iri, plak. Për të gjithë ju, dhe ikim në Rorozhaj, është nga mungona i Flogerti, da? Po. Flogerti është Malzizën e Zotrinje, është në Podgoric, në fakt, nuk është në Rorozhaj, po me gupin e kemi, gupi e ka, e bëmë shaka. Rorozhaj e gupi e. Rrugës për atje, për në tutë. Urgjente e SPO Ili, mos shkojnë në asfi karburant që nuk jeni i sigur. Do shkoni këtu sepse këtu ka naftë dhe benzin të sakt, është e pasër, nuk është fake, nuk është falso, dhe jo më banë makinë në formë, merë frim makina, shkisoj si njeriu, varet nga ushqimi që jetë, dhe ju e dini që SPO Ili nuk do shgënjeni asnjëherë, performancë motori brillante, SPO Ili miq është the fuel of champions. E keni gjithandej në për Tiranë, dhe sa dini nga Tirana, nuk do e unë visni do, sepse ka një logo ndryshën nga gjithë të tjera, të shikoni logon e SPO Ilit, dili me kast nga shtëpia, thoni, do shkojmë të mbushim makinat, kujdes, t'ja u kujtoj, mos fusni asnjëherë çdo lloj zorre në makinën tuaj, asnjëherë, do shkatroni makinën, është vetëm e SPO Ilit. Bravo Said, bravo Said. Ora është 22:50 minuta, plase fabul... jo, do iki letjo, më duket, do iki. Ik letjo, ik, s'ka problem.